Nëse ka një shenjë në të gjithë zodiakun që mund të ndjejë ndryshimin e tensionit në një dhomë pa folur askush, ajo është gaforja. Të lindurit në këtë shenjë nuk jetojnë thjesht në një shtëpi. Ata bashkëjetojnë me muret, ajrin dhe kujtimet që ato mure mbajnë. Për një gafore, shtëpia nuk është thjesht një adresë postare apo një vend ku flihet, është një zgjatimi i shpirtit të tyre, një guask mbrojtëse që duhet të jetë e shenjtë. Por, kjo ndjeshmëri e lartë vjen me një kosto. Gaforja udhëhiqet nga hëna, trupi qiellor që kontrollon baticat dhe zbaticat, emocionet e fshehura dhe botën e nëndëshirave. Kjo i bën ata mediume natyral. Kur një gafore thot ka diçka këtu që nuk shkon, mos e injoro. Ata nuk po bëhen dramatik. Ata po perceptojnë frekuenca që të tjerët i kanë të bllokuara. Pse gaforja i ndjen pranitë e huaja? Arsyeja e parë dhe më kryesorja është humbja e kufive aurik. Gaforja është një shenjë uji dhe uji nuk ka formë të prerë. Ai merr formën e enës ku ndodhet. Nëse në shtëpi ka pasur konflikte, dhimbje të vjetra ose nëse personat që kanë jetuar aty më parë kanë lënë gjurmë të forta emocionale, gaforja do t'i thithë ato si një sfungjer. Shpesh, ajo që një gafore e quan prani e huaj, nuk është domosdoshmërisht një shpirt apo fantazm në sensin klasik. Mund të jetë energji mbetëse, emocione të forta që kanë ngrirë në qoshet e dhomës, impregnimi i objekteve, mobilje të vjetra ose sende të përdorura që mbartin historinë e pronarëve të mëparshëm. Projektimi i ankthit. Meqense gaforja është shumë e lidhur me të kaluarën, ndonjëherë frikërat e tyre të brendshme manifestohen si ndjesi të jashtme. Kur shtëpia pushon së qeni një kështjell, për një gafore, momenti kur ndjejnë se nuk janë vetëm dhe jo në një mënyrë të mirë, është fillimi i një krize ekzistenciale. Ju filloni të vëreni se gjumi nuk është më çlodhës. Zgjoheni në orën 3 të mëngjesit pa arsye, me ndjesinë se dikush po ju vëzhgon. Lulet vyshken shpejt. Edhe pse ju isni me dashuri, bimët në shtëpinë e një gafore janë barometri i parë i energjisë së keqe. Klimë e rënd. Ajri duket i trash, sikur duhet të bësh përpjekje për të marrë frymë thellë. Në këtë pikë, instinkti juaj i parë është të mbylleni në vete. Por, si një shenjë kardinale, udhëheqëse, gaforja duhet të marrë kontrollin e ujërave të veta. Metodat e para të pastrimit. Uji dhe kripa. Meqense jeni shenjë uji, mjeti juaj më i fuqishëm është vetë elementi juaj. Nuk mund të luftoni zjarri me zjarr nëse jeni gafore. Ju duhet ta shpëlatni negativitetin. Për të kuptuar pse një gafore ndjen atë që të tjerët e injorojnë, duhet të hyjmë në mekanikën e padukshme të sundimtarit tuaj, hënës. Hëna nuk është thjesht një gur i ftohtë që rrotullohet rreth nesh. Ajo është pasqyra e shpirtit njerëzor. Kur hëna rritet dhe zvogëlohet, ajo lëviz oqeanet, por te një gafore, ajo lëviz lëngjet e brendshme, emocionet dhe intuitën. Kjo do të thotë se shtëpia juaj nuk është thjesht një strukturë me tulla dhe llaç. Për ju, shtëpia është një organizëm i gjallë. Kur ndjeni një prani, shpesh nuk është një fantazm me qarqaf të bardhë si në filma, por një grumbullim energjie që ka mbetur pezull. Imagjinoni sikur çdo debat, çdo lot i derdhur dhe çdo ankth i përjetuar në atë hapësirë të jetë një lloj pluhuri emocional. Njerëzit e tjerë shkelin këtë pluhur pa e vënë re, ndërsa gaforja ecën zbathur mbi të. Ju e ndjeni me njëherë pickimin. Cikli hënor dhe mysafirët e padukshëm. Një gafore duhet ta di se ndjeshmëria e tyre ndaj energjive të huaja arrin kulmin gjatë dy fazave specifike. Hënës së re dhe hënës së plot. Gjatë hënës së plot, energjia në shtëpi fryhet. Nëse ka pasur tensione të pashprehura, ato do të ndihen si një prani fizike në dhomë. Kjo është koha kur gaforet raportojnë më shpesh se dëgjojnë zhurma të pashpjegueshme, ose ndjejnë se muret po mëshiron kujtimet e vjetra. Gjatë hënës së re, kjo është koha e boshllëkut. Nëse shtëpia juaj nuk është e pastruar energjikisht, ky boshllëk mund të thithë energji të ulëta nga mjedisi përreth. Është sikur po lini dritaret hapur në një natë me stuhi. Çdo gjë që kalon andej mund të hyjë brenda. Për ta trajtuar këtë, duhet të filloni të mendoni për shtëpinë tuaj si për një fushë force. Ju jeni roja i kësaj fushe. Kur ndjeni se diçka e huaj ka hyrë, hapi i parë nuk është frika, por deklarimi i pronësisë. Energjia negative ushqehet me pasigurinë tuaj. Një gafore që thot me zë të lartë: "Ky është vendi im i shenjtë, këtu sundon vetëm drita dhe dashuria ime.
krijon një valë goditëse që i largon entitetet e ulta vibracionale më shpejt se çdo temja. Pasqyrat. Portalet e negativitetit për gaforen. Në metafizik, pasqyrat konsiderohen si uji i ngrirë, dhe meqense se ju jeni shenjë uji, pasqyrat në shtëpinë tuaj ka një ndikim të dyfisht. Një pasqyrë e vendosur keq, për shembull, përballë krevatit apo përballë derës kryesore, mund të bëhet një korridor për energjitë që ju i perceptoni si prani të huaja. Nëse zgjoheni natën dhe ndjeni se dikush po ju vështron nga cepi i dhomës, kontrolloni pasqyrat. Pastrimi i tyre, mos përdorni vetëm detergjent. Shtoni pak uthull dhe një pikë vaj esencial borziloku në ujin me të cilin i fshini. Borziloku është një mbrojtës i lashtë kundër syrit të keq dhe energjive që vijnë nga jashtë. Mbulimi. Nëse ndjesia e pranisë është shumë e fortë gjatë natës, provoni t'i mbuloni pasqyrat me një copë të bardhë pambuku. Do të shihni se sa shpejt do të qetësohet zhurma energjetike në dhomë. Ritualet e gatimit të energjisë. Kuzhina si altar. Për gaforen, kuzhina është zemra e shtëpisë. Është vendi ku ju ushqeni veten dhe të tjerët, dhe ku elementet e tokës, zjarrit, ujit dhe ajrit bëhen bashkë. Nëse ndjeni se energjia në shtëpi është e rëndë, pastrimi duhet të fillojë pikërisht këtu. Ka një teknik shumë të vjetër që gaforet e kanë përdorur instinktivisht ndër shekuj. Vlimi i mbrojtjes. Në një tenxhere me ujë, shtoni lëkurë portokalli për të sjellë gëzim dhe dritë dielli në shtëpi. Shkopa kanelle për mbrojtje dhe bollëk. Deg rozmarine për të larguar mendimet e këqija dhe pranitë e padëshiruara. Lëreni këtë përzierje të vlojë me zjarr të ngadaltë. Avulli që do të shpërndahet në shtëpi nuk është thjesht aromë e mirë. Ai është një pastrues ultrasonik për astralitetin e shtëpisë tuaj. Rozmarina në veçanti është aq e fuqishme sa thuhet se asnjë energji e errët nuk mund të qëndrojë në një dhomë ku aroma e saj është mbizotëruese. Pse prania ju zgjedh pikërisht juve? Është e rëndësishme të kuptoni se këto prani nuk janë aty për t'ju dëmtuar gjithmonë. Shpesh, ato janë thjesht energji që kërkojnë rrugën e daljes. Meqense gaforja është një portë emocionale, këto energji të bllokuara tërhiqen nga drita juaj e brendshme. Një lloj si mizat pas llambës. Problemi lind kur ju, si një gafore empatike, filloni t'i përdallyeni këto ndjesi. Ju filloni të mendoni, pse kjo dhomë është kaq e trishtueshme? Kush ka vuajtur këtu? Në momentin që ju jepni vëmendje dhe emocion një energji të huaj, ju po e ushqeni atë. Ju po i jepni një vizë qëndrimi në shtëpinë tuaj. Mënyra më e mirë për t'i pastruar është indiferenca dashamirëse. Duhet të mësoni të thoni, unë e njoh praninë tënde, por ky nuk është vendi yt. Shko drejt dritës dhe paqes, sepse këtu nuk ka më vend për ty. Ky qëndrim autoritar, karakteristike anës suaj kardinale, është mbrojtja juaj më e madhe. Meqense jemi në rrugtimin tonë për të kuptuar mbrojtjen e plotë të gafores, duhet të flasim për diçka që ju e adhuroni, por që mund të jetë kali i Trojës për energjitë e huaja. Objektet me histori. Pesha e të kaluarës, kur sendet flasin. Gaforia është shenja më nostalgjike e zodiakut. Ju keni prirjen t'i mbani gjërat, një vazo nga gjysha, një libër të vjetër të gjetur në tregun e antikuarve, apo edhe atë karrigen e vjetër prej druri që duket se ka një shpirt. Problemi është se objektet, sidomos ato prej materiali natyral si druri apo pambuku, janë depozitues të tmerrshëm të emocioneve. Nëse ndjeni një prani në dhomë që ju shkakton trishtim të pashpjegueshëm apo peshë në gjoks, hidhni një sy përreth. A keni sjellë së fundmi diçka të përdorur në shtëpi? Energjia e pronarit të mëparshëm. Nëse pronari i mëparshëm i asaj pasqyre apo i asaj bijuterie ka pasur një jetë me vuajtje, ajo frekuencë mbetet e ngjitur pas objektit. Si ta lani një objekt? Nëse nuk doni ta hidhni, duhet ta pastroni. Lëreni objektin në dritën e hënës së plot për një natë të tërë. Hëna e fshin memorien emocionale të sendeve dhe i kthen ato në një gjendje neutrale, gati për të mbushur me energjinë tuaj. Kristalet, truproja e padukshme e gafores. Ju nuk mund të jeni gjatë gjithë kohës me temja në dorë apo duke bërë rituale. Prandaj, keni nevojë për truproja që punojnë 24/7. Kristalet janë mjetet perfekte sepse ato kanë një strukturë atomike konstante që nuk ndryshon nga emocionet tona kaotike. Një shënim i rëndësishëm. Mos harroni t'i pastroni kristalet tuaja në ujin e rrjedhshëm të paktën një herë në muaj, sepse edhe ata lodhen duke ju mbrojtur. Qoshet e harruara.
aty ku hija fshihet. Energjia në shtëpi sillet si uji, elementi juaj. Kur uji nuk lëviz, ai ndonjëherë fillon të mbaj erë dhe të grumbulloj pa pastërti. E njëjta gjë ndodh me energjinë në qoshet e shtëpisë tuaj. Pranitë huaja shpesh parkohen në qoshe, pas derës ose në hapësirat e errta të dollapëve. Sepse aty nuk ka qarkullim ajri dhe dritë. Lëvizni mobiljet. Njëherë në disa muaj lëvizini mobiljet qoftë edhe me 5 cm. Kjo detyron energjinë e vjetër të lëviz dhe të shpërbehet. Kripa dhe uthulla. Në qoshet ku ndjeni se ajri është i ftohtë, shenjë klasike e një pranie, vendosni një gotë me ujë, 2 lugë krip dhe pak uthull. Nëse pas 24 orësh kripa është ngjitur në muret e gotës apo uji ka fluska, do të thotë se keni pasur një ngarkesë që tani është neutralizuar. Mbrojtja e pragut, kufiri mes botëve. Për një gafore, dera e shtëpisë është kufiri mes botës së jashtme, shpesh armiqësore për ju dhe kështjellës tuaj të brendshme. Energjitë huaja shpesh hyjnë thjesht sepse ju nuk keni vendosur një roje te pragu. Provoni këtë teknikë të thjeshtë. Vaji mbrojtjes te menteshat. Merrni pak vaj ulliri dhe shtoni një pikë vaj esencial temjani frankincense. Me gishtin tuaj bëni një shenjë të vogël, si një pikë apo kryq në kornizën e sipërme të çdo dere që të çon jashtë shtëpisë. Ndërsa e bëni, thuani, këtu hym vetëm ajo që më shërben për mirë, çdo gjë tjetër mbetet jashtë. Kjo krijon një lloj filtri energjetik. Ju do të vini re se disa njerëz që mbartin shumë negativite do të fillojnë të vinë më rrallë për vizitë, sepse në mënyrë subkonsciente do të ndjehen të parehatshëm në ambientin tuaj të pastër. Si ta mbyllim këtë cikël dhe të fillojmë jetën e re? Të jesh gafore do të thotë të jesh një gardian i ndjenjave. Shtëpia juaj është pasqyra e asaj që ndodh brenda jush. Nëse shtëpia është mbushur me hije, ndoshta ka ardhur koha të pastroni edhe disa hije të vjetra emocionale që mbani me vete.